Mbrëm rreth orës 18:05 në rrugën Vëllezërit Gjinoski në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar privuan nga liria JR 24 vjeç nga Gostivari, pasi tek ai është i gjetur dhe konfiskuar një lëndë pluhur e bardhë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 17:10 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, FS 62 vjeç nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 14:30, teksa ishte me burrin e saj në rrugën Vëllezërit Gjinoski, është sulmuar fizikisht nga BN nga Gostivari, me të cilin kanë një mosmarrëveshje gjyqësore, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov, është kryer kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 28 shofer, 13 nga Tetova dhe 15 nga Gostivari për parkim të parregullt dhe 28 automjete. 23 nga Tetova dhe 5 nga Gostivari janë ngritur me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 43 lloje të tjera shkeljesh në komunikacion, 21 në Tetov dhe 22 në Gostivar.